Lideri i Aleancës për shqiptarët Ziadin Selaj, shoqëruar nga deputetët Ilire Dauti dhe Elmi Aziri, ka dorëzuar iniciativë në gjykatën kushtetuese për vlerësimin e kushtetueshmërisë së ndryshimeve në ligjin për kundërvajtje, me të cilën një dhadri kjeshile projektit Safe City. Sot bëm një iniciativë në gjykatën kushtetuese në lidhje me ndryshimet e fundit të ligjit për kundërvajtje, nëpërmjet të cilës po implementohet projekti ashtu quajtur qyteti i sigurt ose Safe City. Natyrisht që ky projekt ka shumë dilema në opinion. Asesi nuk duhej që procedura për implementimin e këtij ligji që përfshin nga të gjithë qytetarët e Maqedonisë së Veriut të ishte me procedurë shpejtë dhe pa debat publik në lidhje me probleme që i krijon ky ligj, në implementimin e këtij ligji, pa u debatuar dhe pa u dëgjuar edhe zëri ekspertëve, edhe zëri qytetarëve. Duhet të një debat akoma më i gjerë në lidhje me këtë implementimin e këtij projekt ligji. Ne jemi për sigurinë e qytetarëve, nuk ka asnjë dilemë, por jemi edhe për sigurinë e qytetarëve në shumë dimensione. Edhe në dimenzionin social, edhe në dimenzionin e infrastrukturës që duhet qytetarët të jenë të barabartë, por edhe në dimenzionin e implementimit të ligjit në të gjithë territorin e Maqedonisë së Veriut. Përpara kushtetutës, qytetarët duhet të jenë të barabartë. Dhe si tillë, të gjithë qytetarët, pa marrë parasysh a jetojnë Kumanova, në Shkup ose në Tetov, duhet të jenë të barabartë edhe në drejtim të përfshirjes në këtë lloj projekti, më thonë edhe në Strumice, edhe në Struk, edhe në Ohër, edhe në Kërçov, edhe në Kavadalc, edhe në Shtip, edhe gjithandej. Nuk mund ndahet implementimi i këtij projekti me zona të caktuara, për shkak se kjo llondarje të jep të kuptosh dhe të besosh dhe të dyshosh që ka për qëllim zhvatjen e një kategorie të qytetarëve, për shkak probabilitetit më të madh që ka ky projekt. Aq më tepër, nëse e shihni edhe implementimin dhe përgatitjen e atyre kamerave që do të bëjnë regjistrimet dhe si pasojë e cilës do të jenë edhe dënimet, edhe brenda qytetit të Shkupit janë të koncentruara sidomos në Çajir dhe sidomos në vendet në të cilët infrastruktura horizontale të shenjave dhe vertikale të shenjave të komunikacionit janë shumë për të dëshiruar. Në vendet të cilat natyrisht që hapësirat për parkingje mungojnë dhe në vendet në të cilat pastaj janë parapara dënimet të cilat janë goxha të mëdha për xhepin e qytetarëve në një shoqëri e cila tuke ne nuk mund kërkohemi që ka një standard të lartë jetësor. Apo. Dhe prandaj vlerësuam që iniciativa patjetër se duhet bërë, aq më tepër që edhe një segment tjetër nuk respektohet kushtetuta